Festivali Lulebor në jubileun e tij të 10 ka nisur provat gjenerale në Teatrin Migjeni. Ky edicion i veçantë për vlerën dhe traditën që mbart do të sjellë jo vetëm këngë të reja, por edhe një koncept tërësisht të ri artistik që bashkon të kaluar me tashmen. Regjizori Bojken Lako shpreh se ka zgjedhur të ndërtojë festivalin mbi një përjetim të thellë teatral që fillon nga vetë struktura dhe historia e teatrit për të përfunduar tek emocioni që përcjellet në skenë. Si koncept, domethënë, i këtij viti, unë gjithmonë jam i tërhequr pak nga teatri në vetvete, edhe studimet e kam kryer për teatr, dhe çdo skenë, çdo institucion e tillë mbart në vetvete ka shpirt brenda, sepse mbart një histori të gjatë, ka shumë ndjesi brenda themeleve, brenda mureve, brenda ambientit. Duke qenë dhe duke pas një vlerësim të tillë si koncept rizorial, po mundohemi që këtë vit të kemi thjesht teatrin në vetvete si arkitekturë, si strukturë, mekanizmin e brendshëm të teatrit, po punojmë me një lloj koncepti për të ndriçuar këtë skenografi në vetvete që është Teatri Migjeni, edhe brenda skenës duke zhveshur nga konceptet dhe skenografitë e tepërta dhe duke ndriçuar nëpërmjet teknologjisë moderne, nëpërmjet ndriçimit sotëm, duke ndriçuar këtë arkitekturë në vetvete që mbart shumë histori dhe shpirt dhe ndjesi. Prezantuesja dhe njëkohësisht skenaristë e këtij viti, Ariola Shehu vjen me një rol të dyfisht dhe me një ndjenjë të fortë përgjithësie. Kam kënaqësi të madhe që rikthehem në festivalin Lulebor për herë të dytë si prezantuese, vi për herë të parë si skenarist. Është një detyrë shumë e madhe, do të thoja unë për mua, një sfidë shumë e madhe, por shpresoj që ta realizoj me sukses dhe ta çoj deri në fund. Nga ana tjetër ka qenë një eksperiencë shumë e bukur për mua ardha në Lulebor 2 vite më parë dhe duke qenë se më la shije të mrekullueshme, me shumë kënaqësi dhe dëshirë të madhe e pranova ftesën për të ardhur edhe në këtë vit të rëndësishëm sikurse është 10 vjetori i Lulebor. Lulebor 10 sjell një frymëtari në Shkodër, një udhëtim mes kujtesës, artit dhe emocioneve që bashkojnë brez pas brezi.